Kur ndodhi mostra, a kishe gjak shqiptari ajo? Me Shqiptaria protestantëse. Po, qëtë vend, nuk e ki asë në vend, fetar islamik. Tu jemi shqiptar, protestojmë për të cilët jemi popull sovran Maqedonisë. Kur ndodhi vrasja e Almirit, a kishte gjak shqiptari në vendet tuja ajo? Po pak që i dihen, ato që ka nuk dihen, janë shumë të rrezikshme. Azizohu, ju e shoni Skënderbeun, gjesh ka së jo Skënderbeun, dhe ju me ndoni që ne nuk e dim ku jetoni, ma shtrohën një njërë. Ma shtrohën për ju dhamë, e do fejnë e turkot rreme turq, mos u merë me shqiptar, se lufta jo në ardhshme është me juve. Në ata që e ndjekin fejnë e turkët, se nuk kanë korrigjim me u korrigju, me reflektu dhe me planu të tjerët, ashtu si që ka folë Zotin. Nëse nuk e do Shqipërien, dhe Shqiptarien, në me zonë nuk ju marmi, as Mickovski nuk ju ka marrë me zonë, po të thuani se Shqiptarët e kanë votu kandidatin e vëmëros në mba, po në këto e kanë votu muslimanët kandidatin e vëmëros. Kjo është e vërteta, jetë edhe në Korçovë.